Pensionet në rang vendi janë indeksuar në masën 2.5%. Pensionistët e Vlorës këtë 1 tetor, ashtu si çdo muaj, janë dyndur në 2 herë deposë shqiptare në masë për të përfituar pensionin e tetorit, i cili është në shifra minimale më i lartë se muajt e kaluar. Por për pensionistët, ky indeksim, kjo rritje është fare minimale. Ata tregojnë se për pensionet që kanë, nga indeksimi kanë përfituar nga 100 lek deri në 450 lek, duke e quajtur rritjen si një tallje të radhës. Ata thonë se me këto lek nuk blejnë dot as 1 kilogram domate dhe jo më t'ja dalin për të jetuar. Indeksimi sipas tyre nuk i përmirëson as pak kushtet e jetesës, kur pensionet në qytet janë të papërfillshme për të jetuar. Pensioni, invalid pune. Po. 4.000 lek, se ato 4.000 lek që shtuan, qa do në nëzirë nga viti me 4.000 lek, tur për faqet të zezë. Tur për faqet të zezë. Lek të pensionit të burit nuk e mora, të burit që merr djali, fëmia që është në shkollë, si jetim. Lek të burit i kanë hequr sigur me shoqërore. Për çfarë që i kanë hequr kur deri në afat kish deri në muaj tetor, deri në datën 30 tetor. Të mijat një deri 15 tetor, të mijat timora ja ku i kam në dorë. Është tur për faqe zezë, unë marr pension invalid pune. Time. 69 merr të burit gjysmën e pensionit pjesëshëm. E ka zënë, duhet ta zite 200 e ca mijë, më tha një ekonomist, e ka zënë shumë pak djalin. Që ai është jetim, duhet të zije me ushqime, me ndihmë ekonomike, me asistenca tur për faqe zezë 19.800 lek të vjetra. Është tur për faqe zezë ku dëgjoj në publik, tur në Shqipëri që të marrin aq pak lek njerëzit, e mos ushqe me qira, me ujë, me dita, me gjitha, me borxhe, çado am, çado pim. Ky fëmijë është jetim, me çado jetoj, do libra, do fletoroj, do të gjitha. Do të ushqet ky fëmijë, do të vishet, ngjihet si gjithë të tjerët. Është tur që ta zëm në gojë këtë pension qesharak. 3.000 lek, 2.5%, 3.000 lek, ku është 150 që gjithë? Këto po marrin nga 90.000 lek pensionistë, po vdesin. 3.000 lek të shtua? Po 3.000 lek që, nuk jo vjen zorë, të iken të shduken gjitha ta deputetët ati. Qa do bësh me 3.000 lek? Qa do bësh, me njerë më them në i gjithë tjetër. Qa merë, as 3 bukë që merë, 3 bukë merë. Si e quan të rritja, është talje? Që është talje më të madhe. Ku ka talje më të madhe? Po sotë për nesër janë pension, ka punuar një jetë tërë. Tur të kemë, të vjezorë. Ndërsa shumë prej pensionistëve e përdorin ironin për të treguar realitetin e idhur se ku jetojnë. Ata thonë se me 400 lek që kanë marrë këtë muaj më tepër, do të zgjidhin të gjitha problemet. Ja hodhën alleve dhe do të jetojnë si mbretër. E more pension? E mora. Sa të rarritja? 4.000 lek. 4.000 lek. Është e mjaftueshme kjo? Të gjitha hallet i mbaruam. S'ke mallë muaj? Jo, me këtë shtesë mbaruam të gjitha hallet. Qa do blesh me ato? Qa do blej? Apo gjitha? Qarë ka në dyqan e unë do i marrë dhe i qojnë shpi me ato 4.000 lek. Na qërë sa më s'ka? Sa s'ka ku të vej më? Ka edhe nga ata të cilët nisin të thurin vargje për të mposhtur mërzin e jetës së përditshme, të cilën e përballojnë me pensionet qesharake. Zbatu në rrugë, edhe rrypin e kemi shërnguar të urit, por dorën për lëmbos se kemi shtrikur dhe nderin me para se kemi shitur. Ju sot mund të mbushin dhe Shqipërinë me arë edhe detin me vapor, po dhje mirë se unë jam krenar se jam qytetari thjesht për Shqipëri. Indeksimi i pensioneve i thënë me fjalë më të thjeshta, do të thotë që një pensionist që përfiton 10.000 lek të reja pension, përfiton rritje 250 lek, ndërsa ai që merr 20.000 lek të reja pension, përfiton rritje 500 lek. Mesatarja e pensioneve në Vlorë llogaritet të jetë 12.000 lek të reja, teksa po të llogaritesh këtë shifër, sipas indeksimit, mesatarisht pensionistët e Vlorës këtë muaj kanë marrë diku tek 300 lek.